LDK-ja është një parti e hapur edhe duhet me pas parasysh atë që presidenti Rugova gjithmonë e përmendte. Përçarja nuk po. Do të ishte më mirë që LDK-ja të kishte një pozicion me ngritën kuptimin e votës, po. Rang këto zgjedhje u pam. Besoj që kjo është fjalia më e mirë që mundet me përshkru raportet mes disa eksponenteve të LDK-s dhe lidershipit kësaj partie. Dje, Abdullah Hoti në mëngjes publikoi një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, ku mes tjerash ai tha që LDK-ja ka nevojë për një udhëheci të re. Pasi, sipas tij, këta që janë aktualisht e kanë personalizuar fushatët zgjedhore, kanë favorizuar kandidatë të caktuar brenda listës zgjedhore, nuk janë gjithë përfshirës, marrin vendime kryen veti, pa u bazuar në statutin e partisë e nuk e fashitin përçarjen mes anëtarëve. Pas ankesave të Hotit ka reaguar edhe Lutfi Haziri, i cili është nënkryetari i kësaj partie. Ai ka thënë se LDK-ja nuk i takon funksionarëve, por anëtarësisë së saj. Madje, me fjalin betejat e fituara nuk ta garantojnë luftën politike, aq me pak betejat e humbura të atyre që sillen sikur LDK si ka ra morti. U tha se ai e thumboi Hotin me këtë fjali. Esa Abdigjiku ka vendosur pa u bazuar në statutin e partisë, ka thënë edhe Agim Veliu. Ai mbrëm tha: sa i takon rënjes së LDK-s, LDK ka rënë gjithë Kosovën dhe ndaj askujt nuk është marrë asnjë mas. Në tërë atë rënje, LDK në Podujev ka qenë forca kryesore para në Kosovë me përqindje dhe gjithë kolegët e mi kanë qenë humbës më të mëdhenj se son, ndërsa masa është marrë vetëm tek unë. Këto shihet që Lumir Abdigjiku ka diçka personale me mua dhe ai kur nuk e ka sqaruar çfarë ka personale me mua. Por do të vijë një ditë që nuk ka çare pa treguar se është arsyeja që ai ka marrë masa të kundërligjshme ndaj meje. Ka pothuajse një orë që jemi afër zyreve të LDK-s, por nuk është që pam ndonjë ish deputet apo ndonjë eksponent të kësaj partie të hyj apo të dalë, që të marrin prononcimet e tyre në lidhje me këtë çështje, me këtë që po interpretohet si përçarje brenda LDK-s. Tash do të telefonoj zëdhënësin e kësaj partie, që është një herësh edhe ish deputeti Besian Mustafa, edhe të shohim se cili është versioni i tij, ose në qoftë edhe në emër të partisë në lidhje me këtë ngjarje. Që skena tilla themi vërtira parë që po i shohim në mes të anëtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Mustafa kemi tentuar ta kontaktojmë edhe më parë në orët e para të ditës, pra para ditën e sotme, mirë por nuk ka qenë i qasshëm, donse e ka pozitën që t'ju përgjigjë gazetarëve me qenë që është edhe zëdhënës i partisë, edhe kësaj here nuk është i qasshëm, atëherë po tentoj ta telefonoj Gjafer Gashin, i cili ka qenë faktikisht në listat e kësaj partie për deputet, ndonse tashmë është kryetari i komunës së Obiliqit. Shohim nëse zoti Gashi po përgjigjet edhe nëse përgjigjet cili është versioni i tij në lidhje me këtë ngjarje, me këto pretendime, ku vjen se që edhe deputet të cilët janë zgjedhur, ish deputet, por edhe anëtar të LDK-s të cilët kanë qenë në listat zgjedhore të zgjedhjeve të fundit, i kanë dalë për krah. Tema është Lumir Abdigjikut, siç e thash vetëm Agim Veliu, ish kryetari i Podujevës, i ka dalë kundër edhe Abdullah Hoti. As zoti Gashi nuk po përgjigjet. Si jeni? Ani mirë. Jemi prej Insiderit, dashur një pyetje me ta bëj, po besoj që dje ke pa do statusa që kanë dalë. Abdullah Hoti pa do kritika për përçarjen LDK, tha që Lumiri ka i marrë do vendime kryen veti, tha që e kanë personalizuar fushatën. Ç'ke ke pa ti këto? Përkrojmë fuqishëm kryetarin Abdigjiku, edhe përgëzojmë për rezultatin që ka rritë zgjedhjet e fundit, ku LDK-ja ka pësuar një ngritje prej më shumë se 6%, edhe ka përkrojën e plot familjes tonë. Po këtu a ka përçarje në LDK? Se dolën dje dhe Agim Veliu tha që e ka personale, Lumiri me ta vendime që po i merr? LDK-ja është një parti e hapur, ku debati, dialogu gjithmonë ka qenë i hapur, edhe duhet me pas parasysh atë që presidenti Rugova gjithmonë e përmendte, që të kemi unitet funksional si parti, edhe besoj që LDK-ja veç do të vazhdoj rrugën e fuqizimit më të thjeshtë. Po s'po thuaj që ka se jo përçarje në LDK? Nuk ka përçarje në LDK. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Inderun, po besoj që i ke pa do statusa dje që ka shkruajt Abdullah Hoti dhe disa anëtarë tjerë të LDK-s, edhe që ata thira me e ditë komentin të në lidhje me këtë çështje. Qysh po e sheh, ka përçarje në LDK, brenda LDK-s mes anëtarëve?
Ja, besoj nuk kisha thonë që ka përqarje, është ka pagnatësi që ato të trajtohen. Ja, do zgjidhen si çështje. Po, Përqarje nuk ka. Okej, s'ka përqarje, po Abdullah Hoti dje kërkaj leadership 3, udhëheci 3, pra mrena LDK-s. Ti personalisht a i kënaqur me udhëhecin që është ka bën Lumir Abdigjiku, se tani edhe Agim Veliu e kundërshtoi me një farë mënyrë që tha që ka personale qasje ndaj tij, po vendos kryen vete. Qysh po duket ty udhëhecia e Lumirit? Po, se përket kësaj çështje me ngritja, ka qenë dukshëm me madhe për dalën me zgjedhjet e vitit 2021. Dhe unë mendoj që Liga Demokratike e Kosovës ka dhe Këshillin e Përgjithshëm edhe kryesin që i trajtojnë këtë çështje. Po ti personalisht, a i kënaqur? Unë normal që ngritja në 70% e një subjekti politik se që duhet jetë i kënaqur. Përshmëria ka qenë normal, edhe më e madhe, dhe do të ishte më mirë që LDK-ja të kishte një pozicion me ngritën kuptimin e votës, po ja që ky është rezultati përfundimtar. Okej, nderuar, faleminderit shumë. Faleni mirë. Çdo të mirë. Atëherë zoti Gashi e telefonu ma herët edhe u kthy na telefonoj prap, siç duket ka qenë nxanë ma herët. Pak ma përpar, jo, është atje Paris Guri, deputeti i arshëm i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili e ka mandatin e parë që do ta marrë në këtë legjislaturë. Ai është edhe kryetari i forumit rinor të kësaj partie. Tash i marrëm opinionet e djalit të ish-presidentit Ibrahim Rugova, i cili ka qenë edhe kryetari i LDK-s, i cili tha që është i kënaqur me Lumir Abdigjikun, po ashtu edhe kandidati për deputet nga radhët e LDK-s Xhafer Gashi tha që është i kënaqur me udhëheqjen e Lumir Abdigjikut. Në lidhje me këtë çështje, themi me këtë betejë që ka filluar dje, Gazeta Insideri ka kontaktuar kryetarin e kësaj partie, i cili është paraardhës i Lumir Abdigjikut në këtë pozitë, ka kontaktuar zotin Isa Mustafa, i cili shkurt dhe qartë ka thënë që nuk dëshiron të përzihet, pra nuk dëshiron të involvohet në këtë çështje.